Neve si musliman përgjithësi duhet me na interesu a jemi musliman dhe sa po e pasojmë Ehli Bejtin. Ehli Bejti është familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve ali. Kështu që kjo është me rëndësi, tjerat nuk kanë me rëndësi. Pra, me rëndësi jemi musliman, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Vazhdojmë. Ju lutem mos bëni më kësi pyetje se nuk ju kthej përgjigjen. A ke marrë hiset e prindrit trego? Jo, për fat keq nuk kam marrë. Unë e kam vetë vllaun hoxh, e kam vllaun që ka fal namazin në xhamin e Tërzimallës dhe ende nuk e kemi marrë. Para 15 viteve ju ka dasht vllaut që është në Amerikë, ju ka dashtja do dokumente për me ditë çka o pasunia e vllaut, për me mund me marrë ato grin, lejen grina, që apo di me marrë lejen me jetu në Amerikë. Dhe atëherë na jemi thirrë motrat dhe me gojë e kemi nda hisën, do me thonë edhe vllau që më ka vdek i madhi, e kemi nda, do me thonë vetëm me gojë. Dhe i kemi dhënë unë për ndryshe, unë kom folë edhe në emër të motrave, sepse unë edhe vllau im jemi hoxh edhe i dim këto, dhe ende se kanë nda. Arsyet janë të shumta arsyet pse ende nuk është nda, sepse janë ato lloj manipulime të gjeneratave të dyta, se kur të vihet deri te parja, aty vjen lakmia. Kështu që unë hisën nuk e kam nda të vllau im, po vetëm e kemi caktu që do ta ndajmë. Kur ndahet ajo, atëherë i lirohet varri i babës tem, i cili e ka lënë testament që duhet me nda si mas sheriatit, e inshallah vllau im fillon me mendu për me nda, se për ndryshe prej meje nuk e ka halal, asnjë euro. Por kështu është kur ndërhyn pastaj gjeneratat e dyta, fëmijët e vllaznive, jo duhet kështu, jo duhet kështu, jo ashtu, jo kështu, nuk kanë njohuri kur gjo për fen, edhe ndonjëherë kur vllaznit janë të mirë, janë të butë, janë sikur kingja, sikur dele, sikur desh, ata i tutën të tjerve. Kalon 8 ari tokë, 4 ari ja ka dhënë vllaut, me të cilin ka nejt, dhe 2 vllaznive tjerë ja ka dhënë nga 2 ari. Ndërka që baba jam ka qenë shumë besimtar, dhe pasi ka rënë dyshek, me këshillën time, pasi që e ka pas hisën e vetë aty, edhe nusja e vllaut i ka ndihmu në edhe vllau, gjithashtu edhe vllaznit tjerë i kanë ndihmu në smujën e tij kancerin, mirë po unë jam bë sebep edhe i kom thënë babës që atë pasuni që e ka 4 ari, ja ka lënë dhurat 2 ari vend edhe shtëpi, do me thonë 200 metër, 150 metër katror edhe 50 metër obor. Pra i ka dhënë dhurat, sepse trashëgimia nuk jepet para se me vdek. Trashëgimia jepet, hisja i ndohet fëmijëve kur të vdes baba. Dhurata, hedije i thënë, ajo mundet mu dhonë para vdekjes. Do me thonë, sa jemi gjallë, mundemi mi dhonë fëmijëve dhurata. Për shembull, kom fitu 10.000 euro, i kom 3 fëmijë, edhe mundi me 3 fëmijë duhet me nda dhuratën 50-50. Ani që është qik ose djalë. Ndërka që hisja nuk ndahet 50-50. Faleminderit, haj boys. Okej, ajde dhe ty që po mendon se është pra Allah, unë jam të fol fjalën e Zotit, ajde dhe ti shko ku e ki vendin, sepse ju lutem
shani ende çka dëshironi, sepse kam dëshirë me pastru shokët e mi të këqij këtu çka janë. Në realitet nuk janë shkok. Basi të kishëm bo moderator, po tash vjen edhe bashorti. Faleminderit. Edhe një shoqe ka. Faleminderit bujar. Ahli, jo bet fare madhe, 1,65 m. E kështu pra. Nëse ti ki pasuni, je bab, mundesh mi dhon hedije fëmijëve. Jo hisën. Hedija është dhurat. E dhurata, nëse e ki një qik edhe një djalë, dhurata du të munda 50-50. Nëse i ke dhënë djalit për dhurat një komplet arit, në realitet i ke dhënë nusës, kjo po të na e numrojmë që djalit i ka dhënë, a në realitet nuk është reale kjo, sepse nëse nusja kur del, dukatin e merr me veti. Kështu që kur të dahet hedija, pasunia me pas vdekjes, ndahet sipas Kuranit. 2 pjesë i marrin djali, për shembull, 2 djem e një vajzë, i ki 100.000 euro pasuni, djemt i marrin 5 pjesë, ose ma kollaj ta bëjmë, mundem një jo dhe me digitron, 2 vajza e një djalë, i ki pasunin, për shembull, 100.000 euro, e vlerësume, djali i merr 50.000, 2 qika i marrin nga 25.000. Kjo merret pas vdekjes së babës. Shkruhet në testament. Sikur baba jem që si e ka shkruajtur testament. Këtë pjesë të shtëpisë mos ja kërkoni vllaut, sepse ja kum dhënë dhurat, se ai u ka kujdes. Në kuadër të asaj dhurate, ka qenë edhe pjesa e babës tem, sepse një pjesë mundet m'ja dhënë kujt të doj. Prandaj, ndërkaq pasunin tjetër, pra hyn komplet në ndarje sipas Kuranit. Djali i merr 2 pjesë, vajza i merr 1 pjesë. Nëse janë 2 vllazën edhe 1 motër, për shembull, atëherë pasunia nda 2-2, edhe 1 motër 1 pjesë, 100.000 eurot ndahen në 5 pjesë. Pra, nga 2 pjesë i marrin vllaznit, 1 pjesë e merr motra. Që do me thonë, vllau i madh, i merr 40.000, vllau tjetër i merr 40.000 euro, motra i merr 20.000. Kështu shkon me Kur'an. Faleminderit haboj. Samir e spjegoni, po mundohem vlla. Urime Pashkët, urime të gjithë vëllezërve dhe motrave të Krishtere, urime festa e Pashkëve, fest gëzimi për të gjithë vllaznit ton të Krishter, e cila fest simbolizon ringjalljen, pranverën e zemrave, ringjalljen e Krishtit, e cila fest simbolizon dashurinë, respektin dhe rifillimin e vitit të jetës suaj. Prandaj urime Pashkët, festa e Pashkëve për të gjithë vëllezërit edhe motrat tona shqiptare të Krishtere. Akil, gjema naj hadith që shkruan që djemt duhet vënojnë ari. Jo, ajet kuranor nuk ka për me vënu ari. Hadithet mund të ketë, për po tematikën nuk e kemi sot për hadithet. Që keni me pyet dishka, selam aleikum, mare s'po d'vjen çfarë emër që ke qit, ajde shkon blok se ti se meriton me qenë këtu shoki imi.
shumë, pse e thua, shumë sende nuk janë thënë në Kuran, por profeti na ka këshilluar. Në Kuran, për shembull, nuk është thënë që ta mbuloni ushqimin natën sepse hyn shejtant. Në atë kohë, s'ka pas tjetër mënyrë si m'ja spjegu profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, si ka m'ja spjegu që shejtant janë bakterjet. Prandaj i ka thënë këtë mënyrë, po kjo me mbulu gjellën nuk ekziston në Kuran, por ekziston në traditën profetike, sepse profeti kur nuk ka folë diçka illa wahyu juha, vetëm ato që aja ka shpallë Zoti. Edhe fjalët e profetit ka qenë Kurani gjallë. Prandaj, nëse ka thonë profeti që dukati për burrat është e ndaluar, kjo nuk është ajeti kuranor. Nuk është haram i përpikt. Prandaj, shumë musliman qesin dukat. E bartin dukatin, mashkujt. Por, nëse pyet nga aspekti psikologjik dhe shëndetësor, kur gratë qesin dukat në trupin e tyre, ato tek ato hormonet femine, hormonet e tyre ngriten, femërore. Prandaj, për mos mu duk mashkulli shumë i but, like erkek që i thënë, mashkull i but, nuk lejohet si mas profetit Muhammed, sepse dukati ndikon në hormonet mashkullore. Nëse profeti Muhammed e ka ndalu mashkullin me vesh këmisha të mëndafshit, Zoti nuk e ka ndalu. Por profeti, çdo send që i ka thonë, ka qenë në dieni perfekte në lidhje me Zotin dhe ka thonë që mëndafshi, ngjyra e kuqe dhe ari janë 3 gjëra që për mashkujt duhet të jenë të ndaluara. Mirë po, nuk ka dënim. Shko ti veshu si gjesti, vishet me të kuqe, me të peme, po nuk është ndaluar, por nuk ka dënim. Ati, kur thot dishka Kurani, është ndaluar me pi alkoholin ose diçka tjetër, dhe ti nëse na gjendje bon diçka të keqe, normal që dënimi i ligji i Zotit të kap njësoj. Nëse ke myt dikon, kanë me të myt. Nëse ke përdhunu dikon, testitet kanë me ti shkatru. Shteti Islam këtë ka. Shteti Kuranit. Kur ke dit ti me përdhunu një femër, testitet e tua kanë mu shkatru. Ka që ki. Kështu e thot Kurani. E jo përdhunojnë femrat sa të mundin vajzat 14 vjeqare në për motelet e Kosovës, edhe kur gjo si bëjnë. As gazetarët nuk kanë guxim me shku në për ato motele ku bëjnë prostitucion të pa legalizuar. Shkojnë për një pushim, thot, e ki 20 euro. Me shku në pushim pik ditës, me shku në motele, që prej Prishtinës deri në Mitrovic, më falni, deri në Prizren, në Kuks, mundesh me gjetë janë 20-30 motele, a mrenda një motel ku shkruan plakata, aty ki me qindra dhoma prostitucioni, nuk janë hotele, po janë motele. Dhe nuk i dënojnë, shtetin nuk i dënon, sepse qëllimi është sa ma shumë me prish familje, sa ma shumë me pas shkurorzime, sa ma shumë me pas smundje, sa ma shumë me pas hepatit B. Hepatit B është smundje një lloj si sida, pak ma e but. Ta merë shpirtin ma kadal. Pankreasin ta bën si me zhilet, kështu zhëk. Pankreasin, që është laboratori trupit. Prandaj, ju vajza, para se me u feju me një djalë, hiq më zgjen mare. Para se me hynë marrëdhënie me ta, që ju kom thonë, njerë duhet mu kanë si motër me vlla. Para se me hynë marrëdhënie me ta,
shkonin një në laborator, bëjen një testin. Lirisht thuj, po do me këqyrë, mos e kemi hepatit B, edhe ti edhe une. Mos të bëm gjeneratat smuta, sepse planeve zioniste janë duke i luftu familjet. Sa po vdesin Palestinë njerëzit, aq janë të vdek në përbot, çdo ditë janë të vdek prej drogës, alkoolit, prej përdhunimeve seksuale, smundjeve psiqike, prej lloj-lloj gjanave narkotike. Janë me qindra duke vdekur. Atje kanë luftën moderne, na muslimanët kemi luftën heroike. Nëse vdesim, vdesim shahid. Nëse mbesim gjallë, mbetemi heroj. E jo me vdek, si që vdesin në për Amerike, në për vendet perëndimore. Si qenin rush, vdesin në për rrugë, të alkoholizum, të përdhunum, të mbytur, të vrar. Prandaj, këto janë pra. Zoti çka thot diçka, e ka dhe ndëshkimin, çka ndalon. Pejgamberi çka ndalon diçka, si kur që ka ndalu dukatin me bardh, këmishat e mëndafshit, teshat e mëndafshit për mashkujt e shtaram, dhe ngjyrën e kuqe. Është haram për mashkujt, por pejgamberi nuk dënon. Thot, mos e mba. Zoti kur thot diçka, motrës duhet m'ia dhon hisën e babës, që baba jot ka qenë naiv, s'ka dit, e ti i ke bo shtëpin mbi temelet e asaj hisës babës, e motrës i ka kajt zemra, atëherë Zoti dënon. Zoti dënon edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Sepse ti si vlla je duke ndërtu pasunin tënde në hakin e motrës. Prandaj, çdo sen që ju ndalon Allahu, mas asaj vjen dëshkimin që se nuk e veproni. Çdo sen që ju urdhëron Allahu, mbas asaj vjen shpërblimi që juve do të gëzoheni. Dhe çdo gjë që ka e ndalon pejgamberi nuk ka ndëshkim pas asaj. Por ka lloj-lloj gjana që janë kundërshtim me ty. Sepse kur thot mjeku, valla duhet me bën operacion, ti nuk mundesh me thonë hajtë se s'po e ndëgjoj mjekun, hajtë se po shkoj te një hoxh, po bëjnë aja e malia, nena knena e m'kalon. Jo. Ti për atë profesion duhet me ndëgju doktorin. Prandaj, profeti Muhammed na ka ndalu për burrat dukatin, këmishat, gjanat e mëndafshta dhe ngjyrën e kuqe. Të trija këto gjërat të gratë e ngrisin hormonet femrore. Bëhet ma femine, bëhet ma zonjë. A mashkujt bëhen shumë të lehtë, kështu, e dini ju, bylbyla, dylbera. Videot që i ke dërgu në Saudi Arabia tu i rënu tyrbet gjunah i madh. Po naser, ajo ka ndodh në pas vitit i kanë nërzu përmendoret për ndryshe në gjuhën shqipe është, sikur se tash me shku te varrezat atje Adem Jasharit, edhe mi hek ato mermerat, se është haram, duhet mi lanë veç tokë, rafsh me tokën mi bo. Kështu është ideologjia e vehabistve, Abdul Vehabit. Ai kur ka në pushtet Abdul Vehabin 1825, krejt këto përmendore, për ndryshe në terminologjin islame i thënë tyrbe, do me thonë prej tokës, i kanë kriju pra përmendore prej tokës, prej që ati varrit që aty, për rreth toka, për para kanë qenë qerpiq. Edhe e kanë dreq me qerpiq, e kanë dreq përmendoren e Imam Hasanit, dhëndrit pejgamberit, Hazreti Fatimës, Imam Gjafer Sadikut. I kanë rëzu këto përmendore. Edhe te na, kur kemi arë mas luftës, a para luftës, a gji zeka në pej, krejt varrezat e tymve që janë konë djetar, hoxalar shumë të mdhej, një grup vehabist ka marrë edhe i ka bërë rafsh për toke. Me këtë ideologji të Abdul Vehabi. Abdul Vehabi për ndryshe ka bërë
reforma të reja në Islam në vitin 1823. Nëse keni mundësi ju lutëm, pyesni vetëm për trashëgimin, hisën, unë do t'jem këtu deri në ora 6. Se pastaj kam plane tjera. Kësaj radhe do të flasim vetëm për hisën, trashëgimin. Zoti në Kuranin Azimushan, në surën Nisa, ajeti 11, po e lexojmë qëtë ajet, që unë t'ja nisi ju derisa të pregadite. Aleikum me të baut huda. Gashi, aleikum selam, vllai dash. Menit të ba al huda. Mirë kishte me qenë në gjuhën shqipe, se gash janë qenke. Zoti u boft të ba al huda. Zoti vëdhët paqja Zoti qoftë mbi ty dhe Zoti u boft razi me ty, ashtu diçka, tabia. Audhu billahi mine shejtanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Në surën Nisa, ajeti 11, Zoti kështu na këshillon. Allahu ju këshillon për fëmijët tuaj, mashkullit i takon aq sa u takon 2 femrave. Si që tham, një pasuni tonën që kemi, nuk e merë vajza 50-50 me djalin, por e marrin djali 2 hise, vajza 1 hise, kërkojmë falje. Nëse për shembull ti i ki 100.000 euro mall, ta ka vlerësusit, atëherë, Ardian mirë se erdhe, faleminderit nëse mundesh komentet mi largu, nëse ti i ki 100.000 euro mall dhe dëshiron me ja nda fëmijëve tu, mirë po pas vdekjes tënde, sepse testamenti nuk ndahet derisa je gjallë, atëherë, nëse të ka met gruaja jote, pra, ti ke vdek, por e ke lënë testamentin që me nda si mas sheriatit, nëse gruaja jote të ka met gjallë, e ki gjallë gruan, atëherë, gruaja jote duhet me marrë 1/8 e pasunisë. Pra, e ndan pasunin në 8 pjesë. Dhe i bjerë gati 12.000. Mandi, parë tjera që ka mesin, për shembull 100.000 të kanë met, dhe masi e ke nda pra të hisën e gruas, që gruaja e merr 1/8 e pasunisë, ajo 100.000 euro për një djalë dhe një vajzë, nëse e ki, duhet më nda një herë në 3 pjesë, pastaj, aleikum selam, Erblina, pastaj ato në 3 pjesë që ndahen, pra 100.000 euro ndahen në 33.333 euro. Pra, në 3 pjesë ndan, pastaj 2 pjesë nga 30.333 euro, pra 60.666 euro i merë djali, ndërka që vajza e merë veç një hise, 30.333 euro. Begi, nëse baba kalon një pasuni, për shembull 100.000 euro, dhe baba kalon gjithashtu edhe borxh, edhe borxhi i babës njëherë duhet me u la, masi të lahet borxhi i babës, çka metet? Kanë met prej 100.000-ve 50.000, atëherë në këto 50.000, njëherë duhet m'ja dhon nonës 1/8 e pjesës, pra prej 50.000 ishin me nda në 8 pjesë, me ja dhon nonës qatë pjesën sa i takon, ndoshta nona prap, thot unë po rri me djalin edhe rrin me qatë hisën e vete qaj djali,
Dhe pjesën tjetër që kam betet, atëherë duhet me nda vllai me motrat. Si që thamë, nëse kemi 100.000, është një vlla e 2 motra, vllai merr 2 pjesë, motrat e marrin nga 1 pjesë. Që do me thonë, vllai merr 50.000, motrat i marrin 20 nga 25.000. Por krejt kjo, që po të pranoj begi, krejt kjo pasuni ndahet masi të vdes baba. Po kuptum? Edhe nëse vdes nana, nuk ndahet trashëgimia. Po kur të vdes baba, atëherë ndahet trashëgimia. Nëse nona jote është milionere, ajo e ndan është tjetër muhabet atër. Pasunia e nonës ndahet vetëm me djemët e ti, ajo me nipat e ti. Pasunia e babës, vdes baba, edhe për shembull unë kam tash një djalë e një vajzë. Mirë po i kam edhe një nip, prej djalit madh, rahmetlis. Ai nipi e ka hisën e njëjtë si tagjës vetë, si djalit tem voglit. Pra, si kurse me qenë djali jem gjallë, Ahmedi, nipi jem e ka hisën, te unë. Po unë mundi mos m'ja dhonë, nusja së më thotë mos ja jep, se ligji a punon as punon. Mundi une, ku me di qa mi bo me atë hisën. Mirë po, në dynja, unë edhe burri jem, sidomos burri jem, se unë nëse kam obligim njipit mi dhanë pare. Unë në që se jam milionere, nuk e kam obligim mi anda hisën te me njipit. Po vetëm trashëgjimtarët e parë. Po nëse ja haj misën atër, qa me bo? Që tash pranoj begi, veç ty kom e të pranu. Nëse ja ndajmë hisën, burri jem pra, duhet me nda njerë, me këshyrë qka kalon, borgje. Mandej, 1/8 ndahet që ajo pasunia, ndahet në 8 pjesë. 1/8 pjesë mund të akon, si zoja shpi, si gruja ati personit. Mandej, qka të mesin parë tjera, prapë ndahen në 2 djem e 1 vajzë. Do me thënë, ndahet në nipin, djalit madh, edhe në djalin mosinin, djali dytë, edhe vajzën. Nëse kanë met 100.000 euro, prapë e marë 100.000 është ma kollaj. Do me thënë, nipi im noha i merë veç pakës, 100.000 euro kanë met, i kam 1 vajzë dhe 2 djem, nipi është si djali, atër ndahet në 5 pjesë kjo pasunia. Se 5 pjesë tash. Sepse 2 pjesë i merë nipi, 2 pjesë i merë djali, edhe djali tjetër që është gjallë, edhe 1 pjesë e merë vajza. Do me thonë, për e këtyme 100.000 euro, 2 pjesë, 40.000 euro i merë noa, djali tem, sepse ajo është si djali jem, nuk dallon hiq. 40.000 euro tjera i merë Muhsini, djali tjetër që është gjallë, dhe 20.000 i merë vajza. Kaq pra, shumë lehtë, apo? Po mundoh me qenë e lehtë. Kallëzo, a ki fakte? Po, zotri, une nuk flasë pa fakte. Trashëgimia, që ky është fakti ma i madhë. Allahu ju këshillon për fëmijët tuaj, mashkullit, i takon atë sa u takon 2 femrave. A u kry? Vazhdojmë pra. Se puna është që mi ala borgji me të animu, a di kur po bojmë biseda drejtat gruse, ajo kjo e kise pak ma moderne, ku di shka e këto feminizmet, kur po thamë krejt luftojnë për drejta, kërkush do me more edhe përgjegjësinë ato drejta. Po normal, se varet prej devotshmërisë, ittaqullah, mbështetjes te Zotit, frikës ndaj Zotit. Unë jam prishi, nuk mundet me hongër këtë, dojë me hongër torta, më kërkush duhet me që me maru, as me blepa e torta, as në kërkon, duhet me maru nërë me hongër. Që ky njeri gjeni fakte që djali duhet të vënoj ari, o zotni,
Nuk ka fakte, nuk ka ajete. Ku që ishte noj ari? A fakte që djali duhet të vënoj ari. Me bajt me ndonë, unaza, zingjira, shka? O, dhe zingjira ari, nuk ka nevoj djali. Kush e tha? Ashtu na ka thonë, edhe muslimanët që cilët e pasojnë profetin Muhammed, nuk e majnë, ka të tillë që e majnë, sepse nuk është ndales nga Zoti. A ndalesat nga Zoti dihet, mos bëni zina, mos ja merrni hisën e motrës, se e keni haram. Mos u kap tashti për detaje për hyjet në qiell, aty dielli hana për na shëndrit. Ave i bale e filozofe dhe ti, ma kish kutën. Qka me bo, na po dojmë me kësyrë hana që është po shëndrit, po dojmë me apastru haram mallin e vllaznive, që po bën pasonika, po e shesin tokën e babës, po bëjnë ndërtesa, e pi bëjnë fëmijëve të vetë, mandej pi japin dhurata sa janë gjallë, se sa japin gjallë, e hallave ja kanë marrë hisën, ja kanë marrë tokën. Ama baba na kalon, baba ta kalon. Me parët e hallës, shkon haqillëk 2 herë edhe bedel për hallën, ja lande që. Më qësh jo, haq aty, ose i hallës ja blen një shamije, një këmish bakshish, që e kemi da tokën, falim motra jeme që ma ke falë. A e Leo Begin a i vla në Kosovë, a e njef që kur e kanë da hisën, edhe a i ka marrë tishat edhe ka met në sokak, edhe i ka thonë motrës teme, motër unë po e ki dorë, që ty po ta jap pasonin, unë për marrë gruën edhe po dalë në soka. A ke pa na i vla qësi? Ska si. Ka qësi po se ka ro kamera hala. Valla kërkush delin në sa falë motrës. Kërkon njesë, se kjo e reji, pe uron pashkët, harrovat ja uroj pashkët këtyne të besimit krishter, urime gjithve. Urime të rejf, urime inshallah i gëzoni gjithë. Ty reji e tonve që e festojnë, e kremtojnë për shumë vite. Është dita e ringjalljes së Krishtit, edhe pse ne muslimanët nuk e njohim si mas Kuranit që ka vdek i Jezusi, pa ajo është i gjallë edhe s'ka nevojë mu rin gjallë. Shusha po thot një, këtu kush e lexova dikon, tha, se po kjo Silvia po thot hise se kemi adet. Puro, vërtet e fjale keqe, më shpëtoj për gojës, ki drejt. Hise nuk e kemi adet, na nuk e kemi adet edhe mu martu motra qika agjës me qikën e daje, me djalin e dajes, djalit tezës. Na shqiptar nuk e kemi adet edhe falenderoj Zotin që martesat i bëjmë largë e ma largë. Mirë po, për martesat që se kemi adet, Kurani thot, ok, s'ka problem, se keni adet, mos e boni martesen. Mirë po, ligji i Zotit nuk njeh adet. Ligji i Zotit duhet me u zbatu. Nëse ti ki mallkim belan, qose motrës tënde i ka shku loti, pse s'ka shtëpi, pse s'ka strehim, pse s'ka buk me ëngër, e ti zotni po jetojsh në shtëpinë ku e kalon baba edhe janë hisët e motrës aty, mos mendo se ki shnet, ki bereqet, ki rahati. Në atë shtëpi ka vetëm mallkim, kur gjë tjetër. Orges, ajde shko në nëstan dhe qoja që ato fjallë. Ajde. Ave i bale, shpatje. O desht, Albini, ty me qitën aty krye parlamentare. Pranojnë, s'pon pranojnë. Ja, ma, në bo Kosovës bye-bye, inshallah.